Elon Musk deklaron se brenda vitit 2050 njeriu do të jetë një cyborg. Po çfarë është cyborg? Padyshim disa për ju që kanë dëgjuar ose disa kanë parë edhe filmat, por dëgjojeni me kujdes këtë që do t'ju them, sepse dikujt mund t'i interesojë një informacion i tillë. Ne po jetojmë pikërisht në këtë periudhë, në periudhën e cyborgëve, ose më mirë në periudhën e robotave, pra njeriu gjysmë robot. Pse? Tani po ja u tregoj. Si gjithmonë kush është rastisht, nëse nuk e keni brenda, lidhuni me këtë faqe që të shihni sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Duhet të dini që Neuralink, që kur lindi, që u themelua Neuralink në vitin 2016, ka bërë hapa gjigande. Nëse keni vënë Neuralinkun e themeloi Elon Musku. Është një nga shoqëritë që ai ka, sepse Neuralinku punon pikërisht për lidhjen e trurit të njeriut me robotat, ose më mirë anasjelltas për zhvillimin robotik që lidhet me inteligjencën artificiale. Nuk është se kishte parashikuar si inteligjenca artificiale lidhet me kompjuter, po kjo ishte një ide marramendse e tij, pra çmendurie që si përfundim duket sikur u realizua. Sikur ai ta kishte parashikuar pra një gjë të tillë, sepse ende nuk ishte përgatitur. Megjithatë, pas vitit 2016 bërën disa teste, nëse mbani mend, dhe Neuralinku bëri testin e parë në vitin 2019. Dhe në vitin 2024 ai tipi Nolan Harmon, gjë e tillë, bëri implantimin e parë. Pra ai vendosi ja bëri Neuralinku që i futën një mikrochip, tu dëgjojeni sepse është vërtet kurioze. I futën një mikrochip në kokë dhe ai komunikon me kompjuterin, pra nëpërmjet mendimit. Në sintezë, ky është thelbi i njeriut cyborg, pra brenda vitit 2050. Po duhet të dini që mikrochipi i parë ka lindur në vitin 1998, mikrochipi i parë siç e njohim sot, me fjalë. Dhe ka lindur fal MK Ultras. Pra MK Ultra, që ishte një test, le të themi, ose mirë një si mund quhet, një eksperiment. Nuk ishte një i vetëm, por kishte një sër eksperimentesh për të mbërritur ne deri sot. Pra MK Ultra ishte investoi nga CIA, pra një grup studiuesi dhe nga shkencëtarët më të mëdhenj në botë, për të bërë pikërisht të shikoni se si mund të komunikonte njeriu me telepati. Në fakt, gjatë asaj periudhe, edhe në Rusi bënin të njëjtën gjë, sepse kishin spiuna nga të dy anët dhe fillonin që bënin komunikime që të kuptonin se çfarë bënte njëri dhe tjetri. Dhe kështu bënin. Çfarë bënte njëri, bënte edhe tjetri. Në fakt, në atë kohë në Rusi u gjetën disa element që nuk ishte menduar më përpara. Disa magjistar apo njerëz që komunikonin me anë të telepatisë. E di që dikush prej jush do thotë tani çfarë janë këto fantazire. Është e vërtetë. Është e vërtetë dhe janë të dokumentuara që shërbimet sekrete ruse zbuluan disa prej tyre. Bile njëri nga këta e kemi bërë dhe në emisione, ku ai publikisht hipnotizoi miliona njerëz. Dhe pse po them këtë? Sepse në të njëjtën periudhë edhe në Amerikë bënin të njëjtën gjë. Pra MK Ultra nuk ishte gjë tjetër veç se kërkimi i telepatisë me anë të formës së mendimit që ti të mund të ndryshosh mendimin e njeriut apo të ndonjë makinerie. Në këtë rast po flasim edhe për cyborg ose më mirë për robotat që kanë lindur tani kohët e fundit. Duhet të dini që ky projekt ishte si financuar nga CIA, u bëj ditur sepse deri para pak vitesh duke si fantazi, por u bëj ditur aty nga vitet fundi, viteve 90, sepse një tip i quajtur Sidney Cotilab, një punonjës i CIA-s, vrau profesor Frank Olson. Frank Olson ishte biologu që punonte pikërisht për këtë projekt, pra për projektin MK Ultra. Dhe aty u kuptua që, sepse deri më përpara dukeshin teori konspirative, pastaj u kuptua që ky ishte thelbi që pse e vran Olson, me fjalë profesorin Olson. Dhe sepse tashmë e kishte mbaruar detyrën, kështu që e hodhën pastaj. Megjithatë, profesor Olson, ai që themeloi, si mund të quhet, atë Neuralinkun, pra ato mikrochipet që ne themi sot, sepse ishte pikërisht Olson, ai u bazua tek studimet e Hans Berger. Hans Berger, një studios gjerman, që zbuloi elektrocefalogramën, qëse disa përyshe e njohin, elektrocefalograma funksionon me valë që ti kupton trurin e njeriut.
Dhe ky Hansi e zbuloi ose e themeloi në vitin 1924. Dhe falë ti, pra falë këtyre frekuencave që ai zbuloi, pikërisht edhe Frank Olson bëri të njëjtën gjë, që të punonte për sa i përket MK Ultra pra projekte të madhe me eksperimente njerëzish. Dhe kanë eksperimentuar shumë njerëz. Duhet të dini që një pjesë prej tyre vdiqën se ishin fillimet e para. Me fjalë si mund të bëni që të komunikoni, se nuk e shpik dot një gjë nga hiçi kot më kot. Pra duhet që të bësh teste, dhe këto ishin testet. Pikërisht për këtë, siç u thash, u vendosin, u hidhnin edhe në ushqim njerëzve për të provuar se çfarë do krijonte trupi i tyre ose truri, madje edhe në laboratore të ndryshëm ose edhe me teste psikologjike, frekuenca, val, nga të gjitha anët. Dhe si përfundim, pastaj e shkrin këtë, pas vitit 1990, siç u thash, pra këtë eksperimente MK Ultra që kur vdiq profesori Olson, dhe nga ky, pra morën edhe shkencëtarët që investuan në Neuralink. Pra Neuralinku nuk është gjë tjetër veç se ajo lidhje që ju thash më përpara, u zgjata pak që ta kuptoni që jo se di gjithçka, thjesht për të kuptuar atë që po flas, se ndryshe nuk do kuptohet. Pra për të mbërritur deri këtu që të vendosësh një microchip në vitin 2024 si e bëri Neuralinku, që ja vendosën pra në kokë dhe ai komunikon me kompjuterin, ky Noland, duhesh një kohë shumë e gjatë, pra që prej viteve 50, pra 50 deri në vitet 90. Për rreth 40 vjet punuan pikërisht për këtë, por punuan edhe më vonë në heshtje. Tani pse po tregoj këtë? Sepse shumë shpejt njeriu pra do të jetë siç thot jo vetëm Elon Musk, por e thon edhe studiues të tjerë, që shumë shpejt njeriu do të bëhet i pavdekshëm, ose më mirë do të jetë gjysëm njeri dhe gjysëm cyborg. Cyborg janë ata që kanë pjesë metalike dhe robotike, kryesisht robotike, por që janë metalike, një pjesë për ty, ose të një trup që nuk është trup njerëzor, të vendosura pra në pjesë të trupit, si për shembull krau që është robotik, zemra që mund të jetë robotike. Ne që tani po i bëjmë këto, sepse po i zvendësojmë me organe normale, organe të njerëzve që nuk jetojnë më. Por njëkohësisht po bëhen edhe organe jo njerëzore, pra sintetike, me staminale, dhe e dini shumë mirë këtë, që si përfundim këto do t'jenë ato që do të zvendësojnë, pra ata donatorët e organeve. Dhe shumë shpejt, brenda një 10 vjeçari, mbajeni mend këtë, jo vetëm do zvendësojnë këto organet, por do t'jetë edhe me thjesht edhe për të zvendësuar një krah, një këmbë, një sy, pra do t'jesh biometrik nga syri, apo do të kesh një forcë marramendse nga krau. Dhe pikërisht për këtë, po thosha që do të kthehet njerëzimi në cyborg. Po a do të jetë për të gjithë kjo teknologji? Për fat keq jo. Sepse edhe pse do të kemi zhvillim të madh, do të ketë një zhvillim dhe do të jetë e njëjta formë si tani. Kush do të ketë më shumë? Pikë, se do të jenë me pikë, nuk do të jenë me para. Pra parat do të zhduken dhe një ditë do të jenë çdo gjë me pikë. Dhe disa do të jenë me pikë, disa me pikë më shumë, disa nuk do të kenë fare. Derisa do të jetë vija i momenti që ata e keni parë atë filmi që me Justin Timberlake, që kanë atë numrin këtu, që nuk do të jetë këtu, ç'është e vërteta, por ai është simbolik këtu, por do të jetë me të vërtetë në jetë, që ti nuk do të kesh më asnjë lloj mënyre nëse ti përfundon këto pikët, që të shkosh të hash, të shkosh me makinë apo të jedhësh servis makinës, ndoshta nuk do të ketë më petrol, ose gaz, po do të ketë gjëra tjera, megjithatë ti nuk do të kesh mundësinë që do të përdorësh gjitha pikët, sepse nëse ti ke bërë gabime, të ulen pikët derisa ti shkon në zero. Pra, ata që do të jenë të formuar, si mund të quhet si cyborg, do të jenë gjithmonë ata që do të jenë zgjuar si punë atyre sot, ose ata që ja hedhin tjerëve, pra oligarkët. Megjithatë, këtë doja t'ju thosha, ndonse është një deklaratë e Elon Muskut, sepse bota ka qenë, është dhe do të mbetet në të njëjtën formë si ka qenë dhe si është. Kështu që çfarë do lloj gjë që thotë Elon Musku, ai hipi në një kal të
super sprintës, sepse babai dhe nëna e tij ishin milioner. Dhe kështu që ai pati një bazë ekonomike për të filluar punën e tij. Ne që s'kemi patur asgjë, nuk mundemi, sepse të investosh është pjesa kryesore. Çfarë do investoni? Me sigurt kishim ide. Kështu që ai ishte në vendin e dur, me njerëzit e dur dhe me investimin e dur, dhe në familjen e dur. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, nëse dhe ju do bëni cyborg, ose nëse doni që të zvendsoni një pjesë të trupit, më thoni, shkruani komentit tuaj, natën e mirë.